E ashtu quajtura kulla shqiptare pranë manastirit të Hilandarit në malin e Althosit është një strukturë mesjetare e lidhur me Gjon Kastriotin, babain e Gjergj Kastriotit. E vendosur 1 kilometër në jug të Hilandarit mbi skitën e braktisur të Trinisë së Shenjtë, kjo kull u ble nga Kastrioti në vitet 1421-1422 nga manastiri për 60 florin venecian, së bashku me 4 adelfata të drejta banimi për veten dhe djemtë e tij. Një pjesë e informacionit të paraqitur si dhe fotografit janë bazuar në artikujt e Dr. Paskalis Androidis. Kjo kull ekzistonte shumë kohë përpara se të blihej nga Kastrioti, megjithëse që në shekulli XII, fillimisht ajo ishte ndërtuar për qëllime mbrojtëse duke shërbyer si stre për morgje gjatë sulmeve të piratëve. Kastrioti e rinovoi dhe ndoshta e zgjeroi kompleksin. Pas vdekjes së përfituesve të vendit në vitin 1468, kulla ju rikthye manastirit dhe më pas funksionoi si pjesë e një skite monastike. Në dokumentet e shekullit të 16, struktura përmendet si kulla e shqiptarit, ndërsa ndonjëherë quhej edhe kulla e Shëngjergjit. Kulla vjoj të përdorej për shekull me radhë, por me shumë gjasa, u braktis në fillim të shekullit të 20. Kulla ka një formë katrore me kontraforte të cekta, tipike pa ndërtimet bizantine e ngjashme me kullën e Shën Savës në Hilandar. Fillimisht ishte një ndërtesë traditshme, por sot ka mbetur në një lartësi maksimale prej 6 metrash me more 1.5 metra të trasha. Hyrja ndodhet në anën lindore e ngritur mbi tokë dhe e aksesueshme përmes një shkallë druri të lëvizshme. Në pjesën veriore të kullës ndodhet një çistër e mbuluar me qemer, e cila ende ruhet. Përreth të fshehura nga vegetacion i gjen rrënojat e ndërtesave të tjera, mbetje të skitës së vjetër. Ky lokacion historik pak i njohur përfaqëson një ndërthurje të trashëgimisë shqiptare, bizantine dhe monastike athonite, duke lidhur genealogjin e Skënderbeut me peizazhin fetar dhe politik të malit të Athosit. Ndërkohë në manastirin e Hilandarit në malin e shenjtë të Athosit ndodhet varri i Reposh Kastriotit, një prej vëllezërve të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Mbi këtë varr është skalitur një mbishkrim, ku ai identifikohet si princi i lirë, një dëshmi e qartë e përkatësisë së tij etnike, përtej narrativave të mëvonshme që përpiqen ta paraqesin atë si pjesë të botës slave. Historia tregon se Reposh Kastrioti, një nga bijtë e Gjon Kastriotit, u dërgua si peng në oborin Osman gjatë sundimit të Sultan Muratit të dytë. Rreth vitin 1426 ai u kthye në Ade. Pikërisht në këtë periudhë Gjon Kastrioti, së bashku me 4 bijtë e tij, siguroi të drejtat e Adelfatit në manastirin e Hilandarit. Adelfati ishte një drejt personale që u garantonte fisnikëve mundësinë e shndrimit dhe shfrytëzimit të burimeve të manastirit, por që nuk mund të trashëgohej. Kjo marrëveshje e veçantë lehtësoi vendosjen e familjes Kastrioti në Hilandar, veçanërisht në kullën e Shëngjergjit, e cila në burime të mëvonshme do të njihet si Pirgu i Arbërit, një emërtim që dëshmon praninë dhe identitetin e tyre. Pasi hyri në manastir dhe mori bekimin nga vëllazërimi i Hilandarit, Reposh Kastrioti vendosi të përqafonte jetën monastike. Ai ndroi jetë me 25 korrik 1431 dhe u varros në ambientet e manastirit. Një fat e ngjashëm pati edhe vetë Gjon Kastrioti, i cili pas disfatave dhe një pasnjëshme përballë forcave osmane, vendosi të tërhiqej në manastir si murg, duke marrë emrin Joakim. Ai jetoi aty deri më 4 maj 1437 kur ndroi jetë. Prania e familjes Kastrioti me Hilandar është një tregues i lidhjeve të tyre të hershme me botën ortodokse, një aspekt që shpesh përdoret nga historiografë të ndryshëm për të argumentuar prej ardhin e tyre. Madje burime të ndryshme historike si ta Tutus Liepçević kanë tentuar ta paraqesin Gjergj Kastriotin si serb dhe prijes e periut, duke i lidhur me traditën ortodokse të Ballkanit mesjetar. Sidoqoftë, fakti që Reposh Kastrioti identifikohet në mbishkrimin e tij si princ i lirë nuk lë vend për interpretime që mohojnë origjinën arbërore të familjes Kastrioti. Për më tepër, emërtimi Pirgu i Arbërit në Hilandar përforcon praninë dhe rolin e tyre në atë hapësirë. Një tjetër burim sugjeron se Gjon Kastrioti dhe djemtë e tij kërkuan strehim në manastir për t'i shpëtuar invazionet osman. Në vitet 1426 dhe 1430, ata arritën një marrëveshje që u garantonte të drejtën për të përdorur kullën e Shëngjergjit, e cila mbeti e lidhur me ta edhe pas vdekjes së Reposhit në 1431 dhe të Gjon Kastriotit në 1437.